LSDM-ja opozitare akuzon pushtetin se zyrtarët e saj ushqehen me ushqime luksoze si salmon dhe karkaleca, kurse qytetarët me kore të thatë buke. Në reagimin e tyre, LSDM thotë se rrogat nuk mjaftojnë as për ushqimet elementare, kurse zyrtarët e qeverisë së Kristian Mickoskit po ushqehen me ushqime luksoze. Përderisa mira familje në Maqedoni mezi ja dalin mban, ndërkohë që rrogat nuk mjaftojnë as për ushqimet elementare, zyrtarët e qeverisë së Kristian Mickoskit po ushqehen me ushqime luksoze, që qytetari i zakonshëm as që mund të ndërroj. Tavolinat e tyre përfshin salmon, karkaleca, oktapot, gafore, biftek. Këta akuzë të LSDM-s vëmëroja e quan gënjeshtër, ndërsa i përgjigjet me kundërakuzë. Thotë se ish kryeministri nga radhët e tyre Zoran Zaev po ndërton banesa në Dubai, ndërsa kryetari aktual Venko Filipçe me para të vjedhura ka ngrënë karkaleca dhe salmon. Është lajm i rrem se qeveritarët kanë ngrënë karkaleca dhe salmon, sepse është bërë e qartë se kjo ishte një marrëveshje kornis për prokurimin e ushqimeve, të cilët prokurohen nëse nevojiten për delegacione që vinë për vizitë, dhe jo se ushqimi i tillë është prokuruar realisht. Ndërsa i kujtojnë LSDM-s se ky është i njëjti prokurim publik të cilin e ka bërë edhe Filipçe kur ka qenë në krye të qeverisë.